Janë 36 vjetë guxim, qëndrueshmëri dhe përkushtim i palëkundur ndaj idealeve të lirisë, të demokracisë dhe vetështetësisë, një rrugtim historik që ka përcaktuar jo vetëm fatin e shtëpisë sonë të demokracisë, për fatin e vendit dhe gjithë kombit tonë. Këtë ditë, ndërsa jemi mbledhur për të festuar këtë moment historik, ne nderojmë trashëgiminë atyre që hodhën themelit e kësaj lëvizje të madhe, siç dhe reflektojmë për rrugën e gjatë, e të lodhshme, gjithsesi të papërsëritshme, që kemi përshkruar për 36 vjetë rresht. Dhe lindja e LDK-s ishte lindje e aspiratave të artikuluara politike për liri, për pavarësi, për demokraci. Ishte lindje e përpjekjes sonë kolektive për jetë të lirë, të dinjitetshme, të pavarur në shtetin e Kosovës. Kauzat tona ishin kauzat të një shteti të lirë, të pavarur, e sovran, e të integruar në Bashkimin Evropian dhe në NATO, dhe me miqësitë përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në shërbim të kësaj kauze, LDK u vendos përballë frymave populiste, përdoruese e keqpërdoruese, që Kosovën e shndruan një rrallëherë në fushë betejë të papërgjegjësisë politike, çmimet e së cilës i paguajmë në veçantë sot.